Monika Kryemadhi ka ngjallur reagime të shumta pas paraqitjes së saj në opinionet për Big Brother VIP Albania, ku prej kohësh njihet si mbështetësja më e madhe e Mirit. Për publikun që ndjek formatin, është bërë qartë se sa herë Miri përfshihet në debate apo përplasje. Monika asnjëherë nuk e sheh atë si fajtor, duke ia lënë përgjegjësinë gjithmonë banorëve të tjerë. Këtë herë, për ta mbrojtur Mirin, asaj u desh të dilte në mbrojtje edhe të Rogertit dhe Juelës, dy emra që sipas një pjese të madhe të publikut janë ndër banorët më ofendues dhe më të ashpër që kanë hyrë ndonjëherë në këtë format. Për t'i mbrojtur ata, Monika zgjodhi të sulmoj Selinën, banoren që u shpall finaliste e parë e këtij sezoni. Por ajo që duket se Monika nuk e kishte parashikuar ishte reagimi i Selinës. Me argumente të qarta dhe një qëndrim të fortë, Selina arriti ta vendoste Kryemadhin në vështirësi gjatë debatit. Pikërisht në atë moment, sipas shumë ndjekësve të formatit, Monika humbi kontrollin dhe kaloi nga debati te ofendimi i publikut. Deklaratat e saj, ku la të kuptohet se publiku nuk di asgjë dhe se vetëm ajo i sheh të gjitha, janë pritur shumë keq në rrjetet sociale. Shumë ndjekës të Big Brother VIP e kanë parë këtë si një tjetër shembull të arrogancës së saj dhe bindjes se vetëm mendimi i saj është i saktë. Madje, për shumë komentues, kjo sjellje është pikërisht arsyeja pse Monika Kryemadhi ka humbur mbështetjen që dikur kishte në politikë. Sipas tyre, ajo gjithmonë ka pasur vështirësi të pranojë mendime ndryshe dhe çdo person që e kundërshton shihet si i pavlefshëm ose që nuk kupton. Pas këtyre deklaratave, rrjetet sociale janë mbushur me kritika ndaj Monikës, ndërsa shumë shikues kërkojnë reagim edhe nga produksioni i Big Brother VIP Albania. Deri tani nuk ka pasur asnjë kërkim faljeje, as nga Monika Kryemadhi dhe as nga drejtuesit e spektaklit.